Atëherë, si të quajnë? Përshëndetje, quhem Vladimir Tusha. Urit zoti e këtë qunave që kanë ardhur edhe na janë bë krah e besnik të pandam. Hajdeni mbrapa. Hajdeni mbrapa Vladimir, që mos na po zhvillojmë po bëjmë. Unë punoj fadromist. Kam që moshën 16 vjeçare që punoj në makineri trana. 16 vjeç ke fillu punë timon? Jo këtu, në vende të tjera. Këtu kam prej 3 vitesh që punoj. Çfarë do thuash më parë? Çfarë do them më përpara? Jemi shumë zhgënjym herë me kushtet e punës. Kushtet e punës janë skandaloze, për arsye se na në vendet e punës ku hym, unë për vete si operator në minier, unë ka vende pune që hy edhe nuk e dia dal as dal. Normalisht, siç tha kolegu im më përpara, që makineria fiket edhe për arsye të oksigjenit, që bane llogari vetë se ku ka arrit gjendja? Ka arrit gjendja. Në kantier. Ka raste që ka tym, ka gaz, vjen përgjithësi i turnit, po edhe ai komandohet nga turshit edhe thot është krejt në rregull. Por aty nuk është në rregull, sepse na si operator dikur më përpara, sepse unë për 3 vitesh akoma nuk e kam pa atë aparaturë, e kanë vetëm inxhinierët e disponojnë tani, po dikur kanë qenë të pajisë të gjithë operatorët për të matë gazin dhe për të matë ndotjen ku na punojmë. Dhe ato i hoqen sepse ato bishin gjithmonë në alarm llogarit e vetë, pastaj se pra ata i hoqin që ju të mos merrni vesh se ç'a ndodhe. Po këta që i disponojnë këta inxhinierët, a hyn me ju atje? Ajrimi shumë i dobët dhe këto inxhinierë që hyn edhe e masin ajrimin, këto hyn vetëm në turnin e parë, hyn një gjysore dhe ato i keke zyra vlla. Kurse këtë munin e këtë djersën që na e derdhim, këtu jemi na, bashkëbujësit e kolegët e mi që hym e përplasna ditë për ditë me problemet e me punën që na bëjmë e me vështirësitë që kalojmë. Na paguna 40.000 lek në ditët, që është një rrogë qesharake, dhe na do më thënë që punojmë 7 orë, shkrujnë 7 orë, po punojmë 8, pasha zotën, edhe kur dalim të gjithë çto burra që janë mbledh qitu, nuk nifen. Po ti shofish në momentin që dalin e vinë nga pluri, për tik të garderoba dhe për t'u larë të ndruhe, për të zbrit të menca, i ke si me qanë afrikan, jo si me qanë shqiptar. Po transportin ju, a heq kompania? Transportin e heq fabrik, e heq firma, por transporti shumë i dobët. Skandaloz. Është skandaloz sepse nga momenti që hyp në autobus, autobusi është kuptohet pluhun në rrugë Kaldrami, rrugë e vështirë. E qartë, e kuptoj. Dhe që me ba 22 ditë, na bëjmë 26 ditë pune, a kupton? Pse punoni edhe të shtunave? Po dhe shtuna, djelave, punojmë në 16 orë. Ne glavi që shala gjithë çdo hallet që kemi, shala nuk binë vesh urdhër, e binë në dorë qeveritarëve, i marrin përsipër. Tani, çfarë do i thoje kryeministrit po ta kishe kaq afër? Kryeministrit do t'i them që unë për vete ka 7 vite që kam emigru, kam kthy në Shqipëri për të qëndru afër prindëve të mi, sepse i kam më shumë. Babajnë e kam moshën 80 vjeçare, mamin e kam 75 vjeçe, jam me probleme shëndetësore. Ti kesh me jetë. Jam largu nga emigrimi vetëm për të qëndru afër, vetëm se më mban, do me thënë, familja këtu, motivi familjar që i kam prindë të vjetër, se automatikisht jo më 12 ditës, po më 12 natës i iki nga Shqipëria, nuk rri sekund këtu, bla. 1 sekund. Bravo! E trisht ta dëgjosh nga një njerëz që thot du me ik nga vendi im. Jam 35 vjeç vëlla, unë nuk rri sekond këtu, po t'jem
po mos të kem nanë e bab, Po ne gjithë to pasuri edhe ti thush mos e tikim, vjetër, unë një sekundë nuk kam që ati tha ma. Pasurinat e marr turku. marr vesha. Po edhe kurse mori turku e mori tjetër kush, shu vajti historia.